O miqtë e mi, përshëndetje në gjithçka për makina. Sot do flas për BMW-n, edhe e di që ato që e kanë BMW, jo do bëjnë like, po jo shpërndarje. Po thjesht i mund shimendjen disa personave që mendojnë që janë barake. BMW-ja, për mendimin tim në botë, është makina që teston vajrat. E thënë nga inxhinierët më të mirë në botë, sot për sot, është motori që mban dhe performon më mirë. Do të thotë, në qoftë se një vaj prodhohet për herë të parë, makina e parë që testohet është BMW-ja, sepse ndjeshmëria e motorit është 100%. Dhe normalisht të jep të drejtën që të zgjedhësh kur është një vaj i dobët, kur është një vaj mesatar dhe kur është i vaj me të vërtet që s'ja vlen. Dhe është e vetmja makinë që nuk toleron vajrat e trash, sepse normalisht janë rrezik për të kripuar fashët dhe për të prish motorin. BMW-ja ka evoluar shumë si motor, sepse ndjeshmëria e vajt është bërë akoma më e madhe. Kur flasim për një vaj për BMW, duhet kemi parasysh vitin e prodhimit, që është më kryesori nga gjithë. Normalisht ndër vite ka qenë Long Life 98, Long Life 01, Long Life 04, FE 12 dhe FE++, që është formula më e re për makinat që prodhohen 2019, 2020 deri në 2024 që po vjen. BMW-ja është i vetmi mjet që nuk të lejon të gabosh formulë, sepse normalisht harxhon vaj, është e llogaritur si mas performancës makinës, kur ti do t'i bësh një performancë, po flas për ato makina që kanë xhiro të lartë dhe kanë motor të madh. BMW-ja e viteve 2015 deri në 2023 harxhon 1 litër për 12.000 deri në 15.000 km, qoftë edhe me 0 km. Do të thoni ju pse? Sepse i ka dhënë 100% performancën e motorit. Ndërsa për BMW-t e vjetra mund të shtoj vetëm i diçka. Për shtati formulën nga vitet 98 deri në 2001 kërkon 98 formulë. Nga 2001 deri në 2003 kërkon Long Life 01 i jep performancën 100%. Ndërsa nga vitet 2004 deri në 2010-2012 është Long Life 04 që jep performancën 100%. BMW-ja i ka të ndarë në kategori 530 dhe 540, që mund të shkosh në viskoziteti nga 11.8 deri në 12.2, ndërsa për 540 shkon nga 12.2 deri në 14.4. 1040 BMW nuk e fut në katalog sepse nuk të lejon të hedhësh vaj të trash. Keni kujdes ju për BMW-t. Duhet të ndiheni krenar për makinën që keni, sepse BMW-ja është i vetmi mjet në botë që teston vajrat. Dhe kjo është të thënë nga njerëzit më të ditur për vajrat lubrifikant. Performanca BMW-s ka ardhur duke u rrit, sepse normalisht hyrit 020, hyrit 030 që i lanë vend 530 emblematik që ka qenë gjithmonë i përdorur. Si ta bëjmë në një BMW që mos harxhoj vaj? BMW-ja në ndjeshmërinë e saj duhet i hedhësh vaj në holl. Dhe normalisht është përshtatja dhe performanca që do i bosh ti makinën. Në qoftë se një motor BMW të kërkon viskozitetin 11.9, duhet i hedhësh 11.9, se në qoftë se e hedhur 12.2, ose 13.3, ose 14.4, motori do të fillojë të çadoj dhe normalisht fashët nuk kanë në gjendje të lubrifikojnë dhe do të fillojnë të harxojnë vaj. Për ju të BMW-s kam vetëm i përshëndetje të veçantë. Mos dëgjoni lart e poshtë çfarë thon. Është vetëm makinë që unë kam për zemër sepse të merresh me vaj lubrifikant, pikë së pari duhet të merresh me një makinë BMW. Ju përshëndes dhe bëjeni sa më shumë virale që kjo video do thyr rekordin dhe e di shumë mirë sepse ato të BMW-s ndihen krenar në këtë momente. Kanë makinën më të mirë. Zoti blokov gjithë. Faleminderit.